dhe do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra të ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell. Miq të dashur, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pasa, mëshira dhe falja e Zotit qoftë mbi ju. Me emrin e Zotit po takohemi në emisionin e radhës në këtë ditë të bekuara të muajit të shejtë Ramazanit. Gjithsesi në përmbylljet muajit të shejtë Ramazanit. Ditë Ramazanit shumë shpejt ikën nga ne. Që lutim Zotin e Madhreshëm që ashtu që jemi ne të kënaqur me Ramazanin, inshallah edhe këtë ditë Ramazanit janë të kënaqur me neve me angazhimin dhe punën tonë. Shpeshherë robi gjatë Ramazanit apo muslimanët angazhohen, bojnë ibadete, adhurime, për shkak se atmosfera e Ramazanit është e tillë që shumë barriera, pengesa largohen nga zemrat tona dhe njeriu është më i përgatitur që ta adhuron Zotin e Madhreshëm. Mirë po, nuk do të thotë që me kalimin e Ramazanit ne tash duhet kthehemi në avazhin e vjetër dhe të vazhdojmë me neglizhencë raport me Zotin e Madhreshëm. Se atëherë çfarë do të ishte qëllimi i Ramazanit, që ne ta adhurojmë Zotin një muaj dhe muaj tjerë të vazhdojmë me punë tona të përditshme, gjithsesi larg atij misionit për cilën Zoti na ka krijuar dhe na ka bërë me këmbësinë tokë. Ajo që nuk duhet të harrojmë ne është që Ramazani është një muaj i Zotit. Dhe edhe muaj tjerë janë muaj të Zotit. Ne nuk duhet të jemi musliman sezonal, apo musliman që e adhurojmë Ramazanin. Shumë është një shprehje shumë e mirë e cila thot ai që e ka adhuru Ramazanin, Ramazani ka vdek. Ndërsa ai që ka adhuru Allahun, Allah është i gjallë dhe nuk vdes kurrë. Prandaj nëse ne adhurojmë Zotin vetëm në Ramazan, kemi gjasën sikur ne kemi nëse kemi adhuru Zotin për Ramazanin. Prandaj duhet të jemi shumë qartë që Allahun duhet ta adhurojmë vazhdimisht. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuro Zotin tënd, Allahu po na porosit deri sot vije vdekja. Këtë energji që kemi marrë muajin e shejtë Ramazanit duhet vazhdojmë dhe të reflektoj edhe pas Ramazanit. Se realisht kjo është edhe një prej shenjave se a na ka pranuar Zoti Ramazanin apo jo. Kanë thënë njerëzit e dishëm dietarët, nëse dëshiron me ditë që ata ka pranuar Zoti Ramazanin apo s'ta ka pranuar Zoti Ramazanin, shiqë se apo angazhohesh me punë të mira dhe vepra të mira pas Ramazanit. Prandaj është shumë domosdoshme. E patjetër ne duhet të angazhohemi edhe pas Ramazanit. Është e vërtetë që elani i punës, intensiteti i punës mund të bie, por jo deri në atë shkallë sa që të ndalemi. E kemi pa shpesh këta biznismenat kur bojnë tregti, për shkak kanë thënë Ramazani është muaj i tregtisë. Apo tregtia e njerëzve të mirë. Ai biznesmeni kur e ka sezonin e biznesit, është e vërtetë që angazhohet natën, ditën, bën angazhim të madh, ashtu siç ne jemi angazhuar në Ramazan me adhuru Zotin e Madhreshëm. Mirë po pas kalimit të sezonit të biznesit, ai nuk e mbyll dyqanin. Vazhdon me punu, vazhdon me angazhu. Edhe ne pas kalimit të Ramazanit nuk guxojmë që ta mbyllim dyqanin ton. Nuk guxojmë që të ndalim adhurimin ton. Për arsye se nëse vazhdojmë të ndal, kjo është shaj që adhurimi jo, agjërimi nuk është pranuar tek Zoti i Madhreshëm. Prandaj është patjetër e mira e sjell të mirën. Puna e mirë e sjell punën të mirë. Zoti ka thënë në Kur'an, ata të cilët Zoti ka udhëzuar u ashton udhëzimin. E tjetër çka ndodh me ta, edhe Allahu zemra tyre ju jep devotshmëri. Subhanallah, o ju të cilët keni besuar, o është bërë obligim agjërimi, ashtu siç ishte obligim edhe për ata që ishin para jush, me mënyrë që të bëheni devotshëm. Pra, shaja e devotshmërisë është që pas Ramazanit me vazhdon vepra të mira dhe punë të mira, ashtu siç po na thot Zoti i Madhreshëm. Prandaj këtë kurrë nuk duhet ta harrojmë. Asesi ne nuk duhet të shohim pa kuptimin që tash kaloi Ramazani dhe ne po e lojmë namazin, po e lojmë agjërimin, po e lojmë veprat e mira, po e lojmë punët e mira, asesi nuk guxojmë veprën të fortë. Por duhet vazhdojmë. Ato bataria që kemi mbush me iman dhe besim, duhet vazhdojmë edhe pas Ramazanit. Allah na ka pru në Kur'an një shembull shumë bukur. E që ne asesi nuk duhet t'i përkasim edhe nuk duhet që të bëhemi
Sikur na autorja e këtij shembulli. Zoti në Kur'an ka thonë, mos u bë si aja gruaja e cila pasi që ka qenis, ka qep, e ka prish punën e saj. Mara me grep, në fund, e ka prish. Këtë atë punën që ka bot gjatë ditës, për një moment e ka prish. Realisht nëse ne pas Ramazanit kthehemi gjunohë dhe mëkateve, ne jemi të e prish atë punë të mirë që kemi ndërtu gjatë Ramazanit. Asa se në guxojmë bon robaçkepse. Se e robaçkepsja. Por duhet këtë punë që kemi bon, këtë angazhim që kemi bon, me pasuru me punë tjera dhe me vepra të mira. Se pejgamberi a.s. ka thonë që Allah e dën një punë që është e vazhdueshme, qoftë edhe pak. Prandaj thirrja jone është që ne jemi të vazhdueshëm në ibadet, vazhdueshëm në ibadet edhe në adhurim. Edhe pejgamberi në fundit Muhamedi a.s. na ka nxit përmes një shembulli shumë praktik. Ka thonë pejgamberi a.s. kush e agjeron Ramazanin edhe e pason me 6 ditë Shevalit, të muaj tjetër që vjen pas Ramazanit, sikur ka agjeru tër vitin. Subhanallah, këto 6 ditë këto janë të Ramazanit. Pse mas Ramazanit prapa agjerim? Sikur pejgamberi po dëmë na tregu neve që muslimonit duhet me qenë i vazhdueshëm edhe pas Ramazanit, edhe me agjerim. Agjerim natyrisht vullnetar, po edhe me vepra tjera të mira. Pra me qenë i vazhdueshëm. Kjo është aja porosia që na duhet ta kemi parasysh. Prandaj në përmbylljet Ramazanit, gjithsesi çka pas Ramazanit, ne duhet të jemi të vazhdueshëm, të jemi online në raport me Zotin e Madhreshëm. Asa se nuk guxojmë me bë offline. Duhet të jemi online me Allahun xhaleshanu. Ku do që jemi, çfarë do kohë, çfarë do vendi, vazhdimisht jemi të lidhur me Zotin e Madhreshëm. Ti lutemi Zotit të Madhreshëm, ti forcojmë lidhet me Allahun xhaleshanu. Se Allahu dën që ne të jemi të vazhdueshëm në raport me adhurimin drejtuar sinqerisht Zotit të Madhreshëm. Fa aynama takunu fa thamma wajhullah. Kudo që të jeni, walillahi al-mashriqu wal-maghribu. Allahut është lindja dhe perëndimi. Kudo që të jeni. Kudo që të jeni, aty është e gjoni Zotin e Madhreshëm. Prandaj në çdo kohë, çdo vend, çdo situatë ta përmendim Zotin e Madhreshëm dhe ta adhurojmë Allahun xhaleshanu. Çka konkretisht pas Ramazanit, cilët janë aty mekanizmat që neve na ndihmojnë që të jemi të vazhdueshëm në adhurimin e Zotit? Sigurisht se ka disa mekanizma. Një prej mekanizma është që të kushtojmë kujdes namazit me xhamat dhe mundësisht në xhami. Se Zoti kështë për vepra më të mira që Zoti e dën. Pastaj mos ta harrojmë hisën tonë prej leximit të Kuranit. Të lexojmë Kur'an, qoftë edhe pak minuta. Pas leximit të Kuranit, mekanizëm tjetër i cili na bën ne me kënd vazhdueshëm në adhurim pas Ramazanit është edhe lutja, duaja. Të lutim Zotit sinqerisht. Qof pak sekonda, pak minuta brenda ditës. Së është një adhurim i veçantë. Është një adhurim i veçantë. Pastaj mekanizëm tjetër i cili na bën ne me kënd vazhdueshëm pas Ramazanit është edhe shoqëria e mirë. Shoqëria e mirë është element i cili të mbron prej devijimit. Nëse dën me rreshqit, të ka përdore. Të pështon nga devijimi i Zotit Madhreshëm. Shoqëria e mirë. Përveç këtyre mekanizma, është edhe një mekanizëm i veçantë. Mos ta harrojmë ftesën, thirrjen në rrugën e Zotit Madhreshëm. Me thirr në rrugën e Zotit Madhreshëm. Inshallah Allahu xhalla xjalaluhu na bën të mundshme që pas Ramazanit me reflektu për mirë, me dho shenja që ibadeti jon, adhurimi jon është pranuar te Allahu xhalla shanuhu. Inshallah Allahu xhalla shanuhu
na bën të mundshme që ne me reflektu dhe me ndryqu ku dhe që shkojmë. Dhe kur ne veprojmë kështu pas Ramazanit, atëherë pa dyshim se ne jemi prej atyre që Allahu na ka dhënë shpërblimin e Ramazanit. Zoti ka thonë Muhammedit a.s. Fa idha faraghta fansab. Kur ta përfundosh një adhurim, filloj adhurimit tjetër. Edhe përësia jonë pas Ramazanit është e tillë. Pas përfundimit këtij adhurimit, vazhdojmë me një adhurim të ri. Dhe festa që vjen, është ai mesazhi më i mirë që ne ja fillojmë festës, edhe pse ka përfunduar Ramazani, me tekbire duke madhru Zotin, me namaz të bajramet, që sikur Zoti do më na thonë, o musliman, me këto mirësi që ju ka dhënë Zoti, fe bidhalike falyafrahu, për këto ju gëzana, për këto nimet të begati që ne ka dhënë Allahu xhallahu. Lutim Zotin e madhreshëm që na ketë pranuar muajin e Ramazanit, agjërimin dhe veprat e mira. Kudo që jeni vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra të ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell.